Ishte dhjetori vitit 1990, kur një grup të rinj në qytet studenti në Tiranë vendosën të krijonin një lëvizje dhe një frym për të rrëzuar sistemin komunist në Shqipëri dhe për të sjellë pluralizmin. Një lëvizje e cila nisi me shumë pak student, por që hap pas hapi aty u bashkuan dhe shumë të tjerë në qytet studenti, e për të pasuar më pas me bashkimin e qindra mijëra shqiptarëve që vinin nga çdo cep i Shqipërisë për të protestuar më pas në qendër të Tiranës dhe për të kërkuar vendosjen e demokracisë në Shqipëri, mbi të gjitha dhe më pas krijimin e partive opozitare. Sigurisht në radhët e tyre fillimisht ka pasur frikë, ka pasur presione, ka pasur njerëz që të rriqeshin sepse shumë të rinj ishin vetëm studentë të cilët donin diçka ndryshe, donin që diktatura të largohej dhe të jetonin në një Shqipëri demokratike. Por hap pas hapi, e gjithë fryma e krijuar dhe i gjithë guximi i tyre bëri që edhe vetë qeveria saj kohe me Ramiz Ali në krye të ulej me ta të diskutonin kushtet që ata kishin për të vendosur më pas Shqipërinë demokratike, e cila do të sillte pluralizmin dhe themelimin e Partisë Demokratike. Sigurisht që student pati nga gjithë Shqipëria, ashtu siç pati edhe nga Pogradeci. Në këtë emision ne do të sillim disa dëshmi interesante të personazheve që kemi intervistuar për të na treguar më shumë rreth atyre ditëve, rreth lëvizjes dhe çfarë ndodhi atje. Mbaj mend që ka qenë një nga periudat që nuk është përsëritur me ato lloj emocionesh. Unë kam qenë në Tiranë, kam qenë duke vazhduar një kurs pas universitar, kisha studiuar për matematikë, kisha mbaruar në vitin 89 dhe në atë vit isha kthyer në 90-ën për të vazhduar studimet. Edhe kam qenë në qytet studenti, edhe nuk mbaj mend të gjitha ollësirat, po atë atmosferën mbaj mend. Atë dëshirën që çdo i rinte aty te sheshi dhe priste që të ndodhte një mrekulli e madhe. Unë kam qenë 18 vjet e pak muaj sa kisha filluar vitin e parë në studime në mjeksi dhe më kujtohet që fillimi i lëvizjes studentore më gjeti në imend studentësh ku shokët e mi të vitit parë, në atë kohë që ndronim të 21 dhjetori, ishin konvikte që ishin hapat vit për herë të parë. Dhe shokët e mi më zgjodhen si përfaqësues vitit parë të Fakultetit Mjekësisë për t'i përfaqësuar, duke qenë që në fillimin e lëvizjes në datë 8, në datë 9 dhe 10 u zgjodhen përfaqësi studentore, diku ishin student, diku ishin pedagog. Dhe të gjithë bashkë arritëm pastaj në atë mbledhjen shumë orëshe para takimit me Ramiz Alin, ku unë përfaqësoja vitin e parë të Fakultetit Mjekësisë. Dhe më kujtohet që në datë 9 dhe 10 e kam kalu shumicën e kohës bile dhe natën te qyteti studenti, dhe në datë 11 u mbajt ajo mbledhje ku neve përgatisim atë që do flisim para Ramiz Alis. Një ditë historike, epokale, si 8 dhjetori, i cili në fakt ndau muret e historisë nga njëra faqe në faqen tjetër, duke u bashkuar pas më shumë se sa 50 vitesh Europës, perëndimit, atij projekti të cilën në fakt rilindja shqiptare kishte projektuar gati një shekull përpara, dhe në fakt për fatin ton të keq u bashkuam me po kaq vonesë. Sigurisht që 8 dhjetori përfaqëson një ditë epokale, një ditë e cila ndryshon krejtësisht historinë e Shqipërisë në shekullin e 20. Nuk është se ishte diçka që ndodhi direkt në 8 nëntor. Vitet e fundit, si të thuash, diktatura paka shumë ishte dobësuar, kishte filluar muri Berlinit, kishin ndodhur ngjarjet në Rumani dhe si të thuash ishte vazhdimi gjithë asaj lëvizjes që po ndodhte në botën, në Evropën lindore. Unë mendoj që studentët kishin të rinj, të sidomos kishin shumë arsye për të qenë atje në shesh. Gjatë rinisë të tyre kishin ndjerë kufizime. Për veten time do thoja kisha ndjerë mungesën e lirisë të fjalës, mungesën e lëvizjes. Kulmoi, po themi, protestën e një populli i cili do duhet të reagonte si një pishtar në ato ditë të errëta, në ato kohë të errëta në zezozën komuniste, thuajse të padepërtueshme nga asnjë vend tjetër në një Shqipëri krejtësisht të izoluar
dhe të fundit edhe në Europën lindore, fatkeqësisht, ku ne u bashkuam në këtë grup i cili në fakt rrëzoi një regjim nga më gjakatarët në botë, një regjim ku kishte lënë Shqipërinë krejtësisht në arrest, ku ishim ndër të vetmet vende në botë që kishim mungesë totale të lirive themelore të njeriu, ku liria e shprehjes, liria e mendimit në fakt, liria e besimit në Zot, e theksoj që ishte i vetmi vend në botë ku ishte ndaluar besimi në Zot, sepse liderët komunistë të kohës kërkonin me patjetër mitizimin e diktatorit. Mua më kujtohet që para se ti ke student, më patëm këshilluar të kem kujdes se ka grupe të cilat po punojnë kundër regjimit, nga një mik i babait tim. Dhe sigurisht që ikja e KDR-s, ndryshimet që ndodhen në gjithë Europën lindore, rënja e murit Berlinit, ishin një sër ngjarjesh që po ndodhin dhe i gjithë pjesa e sistemit komunist në Europë po binte një nga një. Demokracitë po depërtonin në gjithë lindjen e Europës dhe sigurisht që Shqipëria nuk mund të rrinte jashtë këtyre zhvillimeve. Askush nuk mund të vinte në Shqipëri të përmbyste rrëzimin komunist nga jashtë. Të gjithë partnerët tanë e më pastaj erdhën dhe i takuan shqiptarët se njerëz të lirë, pra njerëz të cilët me vullnetin e tyre, me guximin e tyre kishin përmbysur një regjim. Dhe absolutisht askush tjetër veç shqiptarëve nuk do të mund ta bënte dot. Nuk lejoj të kishe një mendim ndryshe. Ta mendoje vetë pa le dhe ta shpreje. Ne ishim në kohën që lexonim shumë libra, edhe libra, kishte shumë libra që quheshin të ndaluar, edhe kjo ne na briste shpirtërisht. Bashkimi i studentëve, të cilët ishin shpresa e vetme, frymëzimi i vetëm i mbetur tek shqiptarët, u bashkuan me një sër intelektualësh të atyre viteve, dhe patjetër që të drejtuar me frymëzimin studentor, arritën më në fund të shprehnin pikësynimet e qarta drejt pluralizmit politik, i cili do të cilte më pastaj themelimin e Partisë Demokratike, por jo thjesht si një parti politike, por si një strukturë e cila do të bënte bashk intelektualët, do të bënte bashk mendimin e lirë, do të bënte bashk dëshirën e shqiptarëve për të çliruar nga 50 vite regjim komunist. Se ne i përkasim një brezi që ishim të indoktrinuar, ishim mësuar që Shqipëria është vendi më i mirë dhe më i drejtë, ndërkohë që gjithë bota tjetër është në gjendje të keqe. Si fëmijë ishim indoktrinuar nëpër shkolla, përmes medias, përmes regjimit të asaj kohe. Por kishte njerëz cilët sigurisht kishin informacion, dinin se ç'ndodhte përtej kufive të një Shqipërie që ngjante një burgu të madh, të një izolimi të skajshëm, të një Shqipërie ku ishte ndaluar dhe besimi fetar përveç tjerave, gjë që s'kishte ndodhur në vendet e tjera. Dhe kishte njerëz që sigurisht nuk binin dakord me regjimin dhe kishin informacion. Më kujtohet për shkakun që një shoku im më fliste vazhdimisht për tilla gjëra dhe ka qenë besoj një nga njerëzit që më kanë ndihmuar të hap syt, dhe kjo është arsyeja pse unë fillova të kem një lloj mendimi kritik për regjimin komunist dhe pastaj të përfshihem krejt spontanisht, pa më thënë askush, pa më kërkuar të gjë, të përfshihem lëvizjes studentore, sigurisht me një kontribut fare modest në atë kohë, të një djaloshi që është vetëm 18 vjeç. Mendoj që lëvizja nuk ishte vetëm diçka fizike, ishte një frym e kundërshtimit, një frym, tani mund t'i themi me fjalën disidente, po mund të themi një frym e krijuar, edhe një, domethënë, donim hapësira. Unë kur kam botuar një libër, i kam dhënë hapësira lirie në letër dhe i referohesha gazetarisë, sepse më mbrapa ajo shpresa e madhe që na erdhi atëre, kur me këto ndryshime erdhi
pluralizmi. U morë vendim që në Shqipëri të kishte më shumë partije dhe mund të thuhet fundi i diktaturës edhe fillimi i demokracisë. Gjithë shka ka nisë në qytet studenti, fillimisht në një grup i vogël, pastaj aty u bashkuan shumë studentë të tjerë, pedagog, njerëz të cilën e donin ndryshimin, dhe sigurisht gjithë shka ishte spontane. Madje unë kujtoj edhe mbledhjen e parë themeluese të Partisë Demokratike, që fillimisht u quajt Parti Intelektualëve të Ri, dhe pastaj në sallën e atij që ishte si kinoklubi studenti, u transformua në Parti Demokratike, ku edhe ka marrë pjesë. Filloi në ajo qendra studenti dhe ushtuan si ato ratët kur erdhin migur në liçen dhe ushtuan dhe pastaj nuk shikonin më të rinj që rinin ditë e natë atje në qytetin studenti, po erdhën shumë të rinj, njerëz, banon nga të gjithë Shqipëria. Edhe kjo e solli gjithë atë presion të madh që më në fund u vendos që të lejoj edhe pluralizmin në Shqipëri edhe të... Po, edhe të bëj dhe e para të themeloj e para parti opozitare që ishte Partia Demokratike. Pra, kam shumë gjallë pikërisht takimin para shkuarjes të Ramiz Alia dhe takimin themelues të Partisë Demokratike dhe shikoja që personazhe që do jepnin pastaj angazhimin e tyre në politikën më vonë, i kam njoft pikërisht në ato ditë, kam pas rastin të njoh dhe t'i takoj shumë prej tyre sot, janë majtas apo djathtas, nuk ka rëndësi kjo, por i kanë kontribu politikës ndër vite dhe ai ka qenë një moment shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, për ndryshimin. Një pjesë prindrit i detyruan të kthehen në shtëpi, po pastaj u zgjerua shumë, erdhën edhe të rinj nga vendet e tjera, po erdhën nga qytetet, po erdhën dhe shumë të rritur, prindër, nuk e di, ishte një frymë shumë them progresiste, ishte gjithë ajo që ndrydhja që kishin pasur njerëz, ajo ëndra për një jetë tjetër. Edhe thash, ishte gjithë tendenca në Evropën lindore që po ndryshonte, po njerëzit e kuptuan që po vinte diçka e madhe. Ishte pedagog, njerëz që kishin studiuar jashtë, që kishin lidhje me perëndimin, të cilët kuptonin akoma më tepër mbi atë që po ndodhte dhe që e shikonin ndryshimin si një nevojë, si një domosdoshmëri për Shqipërinë atyre viteve, e cila duhet themi që ishte një gjendje edhe të mjerueshme ekonomike. Disa njerëz që dilnin jashtë tregonin si ishte bota edhe sa të izoluar ne ishim, sa të varfër ishim njerëse. Kishte shumë intelektual që u bashkuan, ndërta më kujtohen shumë pedagog, të cilët morën pjesë aty, madje ishin dhe në grupin që shkoi te Ramiz Alia. Disa prej tyre më vonë patën rastin të merren gjatë me politikë. Po për shembull kryeministrin e parë të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, Aleksandër Meksin, për herë të parë kam parë në kinoklubin studenti gjatë asaj mbledhjes themeluese të Partisë Demokratike. I miritur pak me një frymë opozitare, se kur tregonin për historinë e gjyshit që kanë futur në burke, gjyshin e mamit, e si ka ndalë babi më shumë ishte i mërzitur që u kishin marrë pronat, e kishim një frymë. Plus që në kohën e gjimnazit edhe në kohën e shkollës kishin filluar njerëzit të flisnin e të ankoheshin për gjithë atë varfëri që kishte shkruar në ekstrem, por edhe për gjëra të tjera. Mu më kujtohet që është bërë një debat i gjatë para se të shkonim te Ramiz Alia, nëse ne jemi të sigurt, përfaqësia jonë është e sigurt, nëse nuk do ju ndodhi diçka, dhe nëse ne që jemi në atë sallë jemi të gjithë vendosur për t'i shku kësaj pune deri në fund, edhe sikur çfarëdo që ndodhi me të gjithë mundësitë edhe organin represiv që kishte në atë kohë shteti shqiptar, sigurimin, policinë, kupton të cilat ishin gjithë në funksion të partisë shtet të asaj kohe, dhe kam përshtypjen që gjithë aty e ndjenin që po bënin diçka drejt dhe thamë gjithë bashkërisht që do t'i qëndrojmë deri në fund edhe kushdo që të cënohet për nesh, neve do t'a mbrojmë me të gjitha mundësitë tona. Po, kishte edhe pasion shumë të madh, edhe frikë,
nga një gjë e panjohur që po vinte, se ne nuk e dinim. Shihen e lirisë nuk e dinim, vetëm e imagjinonim si mund të ishte një njeri i lirë. Dhe presione pa fund, sepse edhe prindrit në rrethet ku banonim ne dhe kështu ishin të trembur, kishin merak, çfarë është kjo, sepse disa herë ka ndryrë dhe policia, nuk kanë qenë të sigurt. Kur kjo mori për masa shumë të mëdha, atëherë edhe frika paka shumë iku, se në Shqipëri për një fjalë goje shkoje në burg, ose për ata që arinin dhe kalonin kufirin, kishte vrasje, kishte gjëra makabre dhe të rinjt i dinin, i kishin parë. Unë në atë kohë kam shkruar edhe si ishte kjo ikja, se sa po e ndjen atë frymën e liris, njerëzit filluan të ikin në mënyrë të palishme nga kufir, po pati shumë vrasje, do me thënë, ishte edhe për të patur frikë. Ka pas një përballje edhe me forcat e rendit, kur studentët tentuan dalin. Madje më kujtohet që motra ime ka qenë një nga studentët e inxhinierisë elektrike dhe ka qenë një nga vajzat e para që ka dalë në mbështetje lëvizjes studentore. Edhe më kujtohet që në përpjekje për tikë se ata i sulmuan studentët, u munduan t'i pengojnë. Këto janë ngjarje që kanë ndodhur para takimit të Ramizalis, i përkasin ditëve të para, pra ditës 8 dhe 9. Ajo është rrëzuar në tokë në përpjekje për tikë nga forcat, më duket quheshin sampist në atë kohë, të maskuar me maska, me skafandra, me shkopi gome, cilët i sulmuan, dhe pastaj një familje tiranëse e ka strehu gjatë asaj nate, se më duhet të them që familjet e asaj zone sigurisht që i ndihmuan shumë studentët edhe u përpoqen dhe ata t'japin kontributin e tyre. Më pas takimit me Ramizalin, e gjitha u bë më lehtë sepse shumë prej familje u bën bashkë me ne, një pjesë e mirë e qytetarëve të Tiranës filluan të vinë dhe sheshi përpara mencës në qendër të qytetit studentit nuk po i nxinte më njerëzit. Më kujtohet që ka qenë një atmosferë e madhe solidariteti mes njerëzve, ku edhe me studentë të tjerë mjafton që e njihje për fytyrë që e dije që është në fakultet, i jepje dorë në mbështesje, i jepje diçka nëse kishte mundësi të ndaje në gjë me të. Kanë qenë megjithënë ditë një solidariteti të madh. Oferta të limituara. Përfitoni 50% ulje për çdo produkt. Përpara meje kam kondicionerin 24.000 BTU me klasë energjie A3+ në ngrohje dhe ftohje, i vetmi në tregun shqiptar. Prodhimi vitit 2024. E përfitoni nga 1.800 euro në 900 euro dhe garanci 7 vite nga Eco Concept. Blini zgjuar dhe kurseni për xhepin tuaj. Në atë kohë me sa mbaj mentu, nuk ullëm vetëm me studentët, ullëm dhe me intelektual, dhe me disa pedagogë që ishin në Kratës. Dhe pika kryesore ishte ajo që rezistuan më shumë në atë kohë ishte pluralizmi, që të kishte partit të tjera që të konkuronin edhe të mos ishte vetëm parti e punës. Ky ka qenë thelbi në fakt, dhe ajo e rrëzoi diktaturën, sepse nuk ishte më një sistem monopartiak. Pastaj studentët vazhduan me kërkesa të tjera, se në shkurt filluan të kërkonin heqjen e emrit, ndodhi rënia e busit edhe vazhduan ngjarjet me radhë dhe nuk ishte më kthim mbrapa. Nuk është se u lëshua pak pesa për të thënë që u krijua dhe një parti tjetër edhe që mund të ketë shumë teorira rreth asaj kohës, po e vërteta është që nuk ishte vetëm ajo, nuk ishte vetëm krijimi një partie opozitare dhe aty mbaroi, dhe ato gjërat morën njëra tjetër, u bë si ortek pasaj ndryshimi. Një konvikt djemsh që ishte diku në skajt qytetit studenti, në sallën e televizorit ka të parë zhbërë mbledhje, kishte shumë përfaqësues aty dhe u bë një grup i madh, ndërkohë që ajo që do shkonte te Ramizalia duhet të ishte një grup prej 25-30 vetësh. Dhe unë mbaj mend që
gjithë kishin dëshirë të shkonin. Gjithë kishin dëshirë të ishin protagonist të asaj dite. Dhe unë ngrita dorën dhe kërkova që duke qenë më i riu, t'i hap rrugën atyre që janë më të vjetër edhe që mund të argumentonin më mirë ato që donim t'i thonim kryetarit shtetit asaj kohe, që kërkesat tona ishin kërkesat drejta, ato nisën fillimisht si kërkesa ekonomike dhe përfunduan në kërkesa drejta politike për një ndryshim që në fakt vitet do të dëshmonin që ishte i drejt, ishte në kohën e dur, po ndoshta ajo siç e donim neve të ndodhte në gjithë dimensionin dhe gjithë përfshirjen e saj. E kishim kuptuar, e kishim ndjerë që ishte një vend në diktaturë. Më vonë kur u hapën kufitë, aq më shumë e kuptuam në çfarë, kur krahasoheshim me botën, aq më shumë e kemi kuptuar çfarë na ka munguar. Do të vjonin të krijoheshin partitë, të kishte zgjedhje të lira, të ndershme, të kishte një sistem demokratik, edhe mendoj që ky ishte një qëllim të cilit unë mendoj që në këto vite është realizuar pjesërisht, madje kemi pas situata kur mendoj që liritë dhe drejtat janë cënuar dhe kemi reminiscenca të asaj periudhe të atij regjimi edhe në ditët vijim për fat keq. Dhe mendoj që lufta për liri dhe drejta është një luftë në vazhdim, është një luftë që një popull nuk duhet mendoj asnjëherë që e ka mbaruar, nuk duhet mendoj asnjëherë që është një luftë e cila e ke fituar dhe do të jetë ashtu për gjithmonë. Lufta për liri dhe drejta, për zgjedhje të lira, për një rend demokratik, besoj që është një luftë që ne si popull duhet vazhdojmë ta bëjmë, sepse në momente të caktuara të historisë tonë, disa prej këtyre po i quaj vështirësi ose problematika na përsëriten. Ajo gjë e madhe që ndodhi është që ne u ndam nga diktatura. Edhe kjo është një gjë që duhet festuar, edhe është shumë i që është kjo dita, edhe meritën që ka rinia e asaj kohe ta japin nëpërmjet kësaj. Sigurisht, ajo që ne ndërtojmë në mendjet tona nuk është gjithmonë ajo që ndodh në të vërtetë. Por mendoj që Shqipëria mund të kishte ecë shumë më shpejt edhe shumë më mirë në rrugën për prosperitet dhe për integrim evropian, sepse ne ende nuk kemi pjesë e Europës, sigurisht kemi filluar procesin e negociatave, por në vitet e para ne ishim përpara shumë vendeve tjera që kemi rreth e përqark në këtë proces dhe pastaj kemi bërë në vend numëror disa herë gjatë tyre 3 dekadave, më shumë se 3 dekadave, dhe kjo mendoj që nuk e ka plotësuar aspiratën e studentëve të atyre ditëve dhe na duhet ende të luftojmë shumë që ajo thirrje që unë kam shpeshherë në vesh, duket sikur të gjej, të atyre ditëve kur ka pas në shesh dhe mbi 100.000 njerëz në qytet studenti, mendoj që ajo thirrje e kemi në një farë mënyrë edhe amanet, por edhe detyrim për veten tonë, për familjet tona, për fëmijët tanë. Por pati dhe zhgënjime sepse nuk e dinim që pas kësaj rënies së diktaturës do kishte një periudhë që ne e quajmë tranzicioni, dhe është e vërtetë. Do të thënë tani që e shikojmë, do të thënë duhen shumë vite që të lëvizin gjërat, prap quhen pak edhe këto 30 vite, por ideja është që do kishim një Shqipëri ndryshe, të paktën jo një Shqipëri të varfër ose një Shqipëri që braktiset çdo ditë nga njerëzit. Kjo është e pamenduar, kurse vështirësi do ishin, vështirësi se çdo gjë nga e para. Unë kur ju them njerëzve edhe kur filloi atëherë një biznesi se dije çfarë ishte një sipërmarrje e lirë. Gazetarin, asnjëherë s'kishin bërë njerëzit, ishin ndjerë të lirë të thoshin fjalën e tyre. Unë edhe angazhimin që kam pasur në shoqërinë civile është një gjë e filluar nga e para, kështu që ne do shkelnim në rrugët të panjohura, edhe kjo do na i vështirësonte.
Them shumë njerëz janë zhgënjyer, nuk kanë menduar që do vinte dhe do kishte kaq vështirësi në atë periudhë tranzicioni, dhe shumë njerëz e kanë zgjidhur duke ikur. Shumë të tjerë janë larguar fatkeqësisht nga Shqipëria, duke ndërtuar rrjetet e tyre, sepse në fundet edhe për këtë kanë luftuar që të kenë të drejtë të jenë qytetarë të lirë të botës, të shkojnë ku të duan, dhe që në fakt një tjetër krenari e Partisë Demokratike është që mban firmën e të gjitha zhvillimeve pro-europiane të shqiptarëve, si antarësime në strukturat euroatlantike, në NATO apo liberalizimin e vizave, çka ishin thelbësisht kërkesat e studentëve të 8 vjetorit. Ishte shumë emocionuese. Unë nuk ka pasur nga ajo kohë, nuk ka pasur me lëvizje të tilla që të frymëzojnë ndryshime të mëdha, edhe ti jenë aq idealiste dhe nuk di sa ajo periudhë më ka frymëzuar për ta hapur gazetën. Edhe nuk ishte një gazetë që do ta bëja dhe do ta shkruaja unë vetë, po ishte një gazetë që t'u jepte mundësi njerëzve që gjithë ato vite ishin kufizuar për të folur dhe tani të kishin një hapësirë. Më vonë kam quajtur hapësirë lirie në letër, sepse në fakt nuk ishte ajo liria që e menduam. Ne menduam që do shkonim pas disa vitesh në Evropë, po tani e shohim të gjithë që nuk kemi shkuar, po ashtu ishin thirrjet. Mendoj që unë thashë ne si popull harrojmë shpejt dhe shpeshherë kujtojmë që disa prej angazhimeve përfundojnë në një moment caktuar. Unë mendoj që nuk kanë përfunduar, përkundrazi. Mendoj që rinia sotme do duhej të ishte më aktive në gjithë jetën e vendit. Sigurisht dhe megjithëse mund të jetë vrarë frika, ajo që më vjen keq ta them është që sot nuk është vrarë indiferenca. Ose kemi më shumë indiferencë në raport me atë që ndodh me vendin, në raport me atë që ndodh me demokracinë, me të drejtat, me lirit, me zgjedhjet, dhe nuk duhet jemi të pandjeshëm sepse në fund ditës janë këto që ndikojnë në jetët tona në mënyrën se si është Shqipëria sot. Dhe për fat keq, unë mendoj që në vitet e fundit gjërat kanë rrjedhur në një drejtim të kundërt me atë për cilën luftuam para 34 vitesh. Liderët kryesorë të asaj lëvizje kanë qenë dhe janë ende aktorë të rëndësishëm politik. Fjala vjen zoti Berisha ka qenë drejtues i asaj lëvizje, pjesëmarrës të tjerë, zoti Meta ka qenë në takimin e studentëve me Ramizalin, zoti Majko, zoti Arben Imami, zoti Mustafa i ka qenë një ndër aktorët kryesor shumë pranë zotit Berisha, një mjeku intelektual të shquar të asaj kohe, i cili në fakt ishte vazhdimisht edhe në bazë të dëshmive të studentëve, krahas studentëve jo vetëm ato ditë, po edhe shumë më përpara. Nisi të shkruaj artikuj shumë të guximshëm, edhe para vjetorit, për të iniciuar, për të gjallëruar një lloj mendimi kritik ndaj atij regjimi, që në fakt ishte në gramat e fundit edhe për shkak të një varfërie në prag uria që ishte deklaruar edhe nga struktura shtetërore të asaj kohe. Zoti Rama ka qenë pak më vonë, por sigurisht që ai është aktori kryesor në jetën politike të vendit prej 12 vitesh tashmë. Dua të them që ajo lëvizje është ende lëvizja që qeverisë jo vetëm shtetin, por opinionin publik, jetën publike, politike, gazetarin gjithashtu. Dhe patjetër që të kombrezave të tjerë të kenë të njëjtin guxim, të njëjtin frymëzim, të njëjtin po themi bot kuptim bazuar në shpresë se Shqipëria ende duhet të bazohet tek thirrja e atyre studentëve që e duam Shqipërinë si gjithë Europa, sepse fatkeqësisht nuk e kemi dhe anon më shumë nga e kundërta e filozofisë së Europës, që është liria, është të drejtat themelore të njerëzit, e drejta për të zgjedhur, e drejta për të menduar lirisht. Në vitet e para shumë nga ata ishin aktiv, pastaj se kush ndjek atë rrjedhën e vet, i bie tani ata të rinj të asaj kohe, po të jenë
sa kanë mbaruar që 18 vjeç që hynin në shkollë të lartë, i biti në brezi 50 e sa deri në 60 vjeç. Po një pjesë u ingranuan në politik, pjesa tjetër shumë pati që zgjodhen ikjen nga Shqipëria. Mendoj që është dhe zgjedhje personale, por është dhe edhe si e ka perceptuar çdo njeri atë ndryshimin që do vinte, çfarë do na sillte. Të gjithë kishim pritshmëri të ndryshme. Po mendoj dhe sa i reziston edhe një njeri që do të jetë në politikë, sa i reziston kohës. Mund kujtohet që ka pas dhe djemë të tjerë nga Pogradeci në atë kohë, cilët u përfshin lëvizjen studentore. Sigurisht familjet tona u ndjenë shqetësuara. Më kujtohet që babai më erdhi në Tiranë, pasi e mori vesh që unë jam përfshin lëvizjen studentore. Sigurisht ai ka qenë një njeri përkrahas në me, po meraku i prindit e bënte të vinte deri atje. Dhe pastaj u kam pas rastin t'ia sqaroj atij, t'ia sqaroj gjyshërve, familjarëve fillimisht, edhe më shumë njerëzve të tjerë, po unë pata i trajektore të shkurtër në atë kohë në përfshirjen time politike, sepse mendoja që kaq kontribut duhet jepja, ose nuk hynte politika thjesht në interesat e mia në atë kohë, dhe në atë moshë, ku kisha prioritet studimet, dhe më vonë në shkëputa, po pati të tjerë të cilët thash bën karrierën politik dhe ishin disa prej figurave që kanë qeverisë vendin në vitet që pasojnë. Oferta të limituara. Përfitoni 50% ulje për çdo produkt. Përpara meje kam kondicionerin 24.000 BTU me klasë energjie A3+ në ngrohje dhe ftohje. I vetmi në tregun shqiptar. Prodhimi vitit 2024. E përfitoni nga 1.800 euro në 900 euro dhe garanci 7 vite nga Eco Concept. Blini zgjuar dhe kurseni për xhepin tuaj. Po gjithmonë kam menduar që në politikën shqiptare duhet edhe eksperienca e njerëzve që kanë kontribuar me vite, duhen dhe të rinj që të sjellin, të kenë atë frymëzimin, të kenë atë pasionin që kishim në atere për ndryshim. Pa asnjë dyshim po. Pavarësisht të gjitha problemeve që sot Shqipëria ka dhe absolutisht që janë të shumta, unë jam i bindur që kemi në Shqipëri shumë herë më të mirë nga sa ishte para 8 vjetorit. Jam i bindur që rrugët e mbushura plot, sheshet e mbushura plot në Tiranë kanë sjell një Shqipëri e cila është kthyer në ambientin e vet natyral, në habitatin e vet, në një orientim perëndimor dhe fal atyre ditëve kjo ka ndodhur. E theksoj. Kemi probleme të rënda të mëdha në Shqipëri për cilat do duhet luftojmë edhe sot absolutisht me të njëjtën frymëzim, shpresë, të cilën ka luftuar studentët në asaj kohe. Por fal asaj lëvizje kemi absolutisht një Shqipëri minimalisht të lirë. Kemi një Shqipëri ku do duhet patjetër të përballemi me problematikat, me tendencat edhe njëherë totalitare, por që sigurisht ajo lëvizje ka sjellë një Shqipëri ku kemi përqafuar kulturën perëndimore dhe që në fundet kemi çuar deri diku një amanet të rilindjes kombëtare krah Europës, ku ne jemi absolutisht të tillë, kemi vendin ton të rëndësishëm aty dhe do duhet ta përfaqësojmë së bashku me traditën dhe kulturën tonë si kombë, por krah vendeve europiane, krah perëndimit dhe larg mendësisë komuniste. Edhe historia duhet të shkruhet mirë, edhe ata duhet ta shikojnë se si ta vënë tani një që të kenë një mendim kritik. Për mua kjo ishte, nuk duhet të mendojnë të gjithë njësoj, të kenë një mendim kritik, po se si do ta krijojnë tani këtë mendimin është dhe pak e vështirë. Atëherë informacioni ishte i kufizuar, tani ka pa fundin informacion në mediat sociale. Sigurisht është mirë që të gjitha ngjarjet e atyre ditëve, nga ata që i përjetuan, nga ata që morën pjesë, nga ata që i dokumentuan, është mirë që
të shkruen dhe t'ju bëhet e njohur dhe brezave më të ri. Atë ndjesi e kam parë vetëm në atë kur dolën studentët që ishte pare disa vite ajo lëvizje, ajo kishte të ngjashme me kur dolën për të drejtat e tyre, 3 vjet mund të ketë, nuk e di sa ka ajo. Ati kam parë një shkëndite të rinjve që po vërtet ishin të pavarur, ajo nuk e arritën ato, që po ajo ka pasur diçka të asaj. Të rinjt janë që punojmë ne janë shumë të mirë. Në qoftë se ne jemi të lumtur, të gëzuar me fat, që nuk kemi qenë pjesë e regjimit komunist, i kemi shpëtuar asaj periudhe, nuk jemi dhe aq me fat që nuk kemi qenë dëshmitar të vjetorit për të cilin po flasim. Unë do doja shumë që të isha dëshmitari atyre ditëve, por i takon secilit për nesh që të mësoj që ka ndodhur jo vetëm në ato ditë, po kryesisht të di historinë, të di vërtet se çfarë ka bërë sistemi komunist në Shqipëri. Nëse nuk do të mund të kemi dot një dekomunicizim total të mendësisë, se të bërit politikë, se të bërit shtetbërje, do duhet ju themi shqiptarëve, të rinjve, brezave, se çfarë ka ndodhur. Rëno për me treguar është libri i një kleriku në fakt, i cili shkruar në burgjet, pas burgjeve pas dënimit me burg për 18 vitesh të Atzef Plumit në fakt. Por sigurisht që edhe bashkëvuajtës me të kanë qenë plot klerik të tjerë, o xhallar të tjerë në burgjet e Shqipërisë, me vetëm faj sepse donin Shqipërinë dhe donin Zotin, fen. Njerëz të kulturuar, të shkolluar kryesisht në shkollat më të mira të botës aso kohë, por që sistemi komunist nuk i pranonte dot dhe bëri një masakër ndaj cili do intelektuali, i cili vinte kryesisht nga kultura perëndimore. Sepse historia rrezikon shpesh të përsëritet nëse ne harrojmë dhe fatkeqësisht në kurrikulat shkollore nuk kemi dëshmi të gjalla të qarta se çfarë ka ndodhur gjatë sistemit komunist. Kemi thjesht fjali përcaktuese, përkufizuese, se cili ishte diktatori, sa jetë gjatë ishte ai dhe ka grupe interesi intelektuale, shoqëri civile në Shqipëri, të cilat kanë propozuar në fakt futjen në kurrikulat shkollore të literaturës antikomuniste në Shqipëri për të treguar realisht se çfarë ka ndodhur. Duhet t'ia u themi të gjithëve me qëllimin e vetëm që asgjë e tillë të mos përsëritet, sepse shpesh lëkundemi drejt autokracisë, lëkundemi drejt diktatit në Shqipëri nga ata që qeverisin her pas here. Kjo do të na shpëtojë nga një rrezik permanent që në fakt nuk është se kemi shpëtuar totalisht. Edhe për shkak të trashëgimisë, edhe për shkak të njëjtët personazheve të cilët kanë qenë shpesh në detyra kryesore të udhëheqjes të komunistëve, që më pastaj u bën edhe në detyrë deri vonë, u bën drejtues të strukturave të shtetit, siç ishin kryetar kuvendi, ministra, her pas here etj. etj. Kjo do të na ndihmonte shumë edhe për t'ju lënë një trashëgimi të gjallë se çka përjetuar Shqipëria. Duhet të kenë një bazë, prandaj duhet ta studiojnë them të kaluarën, prandaj duhet të hyjë dhe nëpër shkolla dhe të tregojë që mos kemi ca shkrime vetëm për nostalgji për atë kohë që nuk e di kush i shkruan ato njerëz që ndoshta nuk e di për çfarë mund t'i bëjnë që të pasqyrojnë që diktatura ishte e mirë, nuk e di. Që mund të gjeni një gjë të mirë që ka ndodhur në atë kohë, se njerëzit i kanë bërë të gjitha dhe atëherë se duam dhe që të jenë sa më të pavarur në mendimin e tyre. Është shumë problem sot të kesh një mendim kritik. Ata tani e përmbysin qeverinë me TikTok. Nuk ka edhe një pjesë të rinjve që e din shumë mirë se ku duan të shkojnë. Duan të jenë më të mirë, duan të krahasojmë. Bota tani është bërë kaq e vogël se këtë solli globalizmin sa ata mund të ndihen si çdo moshatar tjetër në botë dhe mund të synojnë. Ajo që ju themi gjithmonë edhe që të bëjnë të zotë, të shkojnë të studiojnë dhe të vinë në Shqipëri dhe të kontribuojnë këtu. Pas shumë pak vitesh unë e mendoj që
që shumë nga ata njerëzit që kanë ikur do të kthehen sepse kemi një vend të mrekullueshëm, kemi një vend me pasuri kaq të mëdha natyrore dhe po them që është dhe koha e tyre tani se brezat po ikin, është koha e tyre të hyjnë dhe në politikë, edhe në vendimarrje. Patjetër që brezat e tjerë bazuar në historinë e lavdishme të 8 vjetorit, do duhet të reagojnë të jenë po të bashkuar si ata student dhe patjetër që do duhet të reagojnë her pas here sepse një shoqëri meriton të quhet e tillë dhe meriton të ekzistojë në fund fundit nëse reagon kryesisht kur mbi të rëndojnë padrejtësi jo të vogla. Gjithë e kthejnë kokën mbrapa nga ajo që kanë ikër të gjithë. Ka shumë, edhe unë e mendoj që ju them të rinjve, ati ku është vendimarrja është ati sillet ndryshimi i madh. Do duhet të kemi çdo vjetor apo çdo muaj nga një 8 vjetor. Do duhet të mos nënshtrohemi, do duhet të mos mësohemi me të keqen, do duhet të mos racionalizojmë asgjë, por të reagojmë sepse vetëm kështu popujt kanë ndërtuar në të gjithë botën historinë e tyre dhe që kanë vazhduar më tej me zhvillimin ekonomik edhe kulturor, ku patjetër që her pas here në çdo rast kur demokracia është në rrezik, dalin dhe reagojnë. Dhe në Shqipëri çdo ditë ka arsye për të reaguar. Kam shkruar një poezi në atë kohë që do doja ta lexoja se më vjen shumë keq që është aktuale dhe sot. Nuk doja të ishte aktuale. Kur të nisem në rrugën kryesore do të ëndërroj rrugisat. Në për rrugisa hapësira do më duket e pafund. Në pafund do të dalë malli si proliç trafiku dhe unë do jem pa pasaport, pa identitetin tim, pa lulet e lamtumirës që mi dhat për në rrugë të gjatë, pa emrin tim, pa kujtimet e mia që s'mundën të kalonin gjembat në kufi. Sot dogana më duket gjëja më absurde, më vjen të iki në përmale, në përdete, si rebel civilizimi e rrugës të mbledh shpresat e pakthyer të shqiptarëve. Do duhet të reagojmë, do duhet jemi bashkë për te sinoreve politike, do duhet të themi që Shqipëria nuk është aty ku ishte ëndra plot shpresë e studentëve të 8 vjetorit. Fatkeqësisht, her pas here lëkundemi drejt diktatit, nuk kemi patur ndonjëherë demokracinë totalisht të shëndetshme. Fatkeqësisht jemi në një trysni të një pushteti i cili eksperimenton shpesh deri ku mund të shkojë, derisa mund të mbajnë shqiptarët, por sigurisht që kryesisht të rinë. Unë vetë theksin që studentët vazhdojnë të jenë edhe sot, e vetë një shpresë nga ku Shqipëria mund të dalë një herë mirë nga kjo që sot nuk do e quhet diktaturë, por është në fakt një mafiokraci, që fatkeqësisht prej shumë kohësh tashmë shqiptarët gjenden në këtë trysni. Sa herë mendoj se cila është zgjidhja, gjithmonë kam vetëm një përgjigje, të rinjt, studentët, ata të cilët të ardhmen e tyre do duhet ta meritojnë në fund të fundit, sepse asgjë nuk mund të durohet. Të gjithë popujt e kanë fituar lirinë e tyre duke luftuar, duke u përpjekur, duke u përballur, duke reaguar, duke protestuar. Duhet të them që jam shumë krenar që Partia Demokratike bën detyrën qytetare të reagimit për diçka nuk shkon në këtë vend. Dhe a duhet të kemi reagime të tjera qytetare të pa parti? Absolutisht po. Ftoj këto që të luftojnë mbi të gjitha për të drejtat e tyre, ashtu siç në vjetor luftuan të gjithë, dhe patjetër që thirrjet e vjetorit, dhe duam Shqipërinë si gjithë Europa vazhdojnë të jenë të nevojshme dhe sot. Shqiptarët përveç përditshmërisë së tyre, përveç profesionit të tyre, përveç familjes së tyre, do duhet të mendojnë edhe për te, për të nesme, për një të nesme më të mirë, për një të nesme më të lirë, mbi të gjitha, dhe në fakt ashtu siç fituan studentët e vjetorit, edhe sot, patjetër që shqiptarët do duhet të meritojnë
të quhen një shoqëri e lirë europiane e vitit 2024 e mëtej, dhe për këtë do duhet jemi në lartësinë e nevojave tona. Mesazhi i parë që kam është që mos heqin dorë nga dall. Pavarësisht prej mënyrës se si duan ta zgjidhin ata jetën, sigurisht ne jetojmë në një botë më të lirë dhe ata kanë drejta dhe duan përkrah edhe për drejtën e tyre të lirë për të jetuar apo punu kudo, por mendoj që në kohën kur të gjithë të rinjt po ikin në një masë të madhe, kur të dhënat apo të gjitha sondazhet e bëra tregojnë që deri në nivelet 80% tyre kërkojnë të ikin nga Shqipëria, mesazhi im është që të luftojnë këtu për më shumë liri, për më shumë drejta dhe për një demokraci jo hibride, por për një demokraci të vërtet, sepse mendoj që është një nga gjërat e rëndësishme në jetë. Se në fund ditës kupton që ti je agenti dhe është i pjesë e identitetit tat, por nga ana tjetër ti kupton që i përket edhe një grupi që është ky vend dhe këta njerëz. Prej vitit 2009, zyrtarisht është festa kombëtare e rinisë 8 dhjetori dhe çdo 8 dhjetor bëhen marshime dhe përkujtime të ndryshme mbi atë se çfarë ndodhi, mbi guximin që mori rinia atëhershme për të sjellë ndryshimin në Shqipëri. Por a ka ardhur ky ndryshim? Sigurisht që po. A është Shqipëria në Europë? Ende jo. Ende thirrja e atyre e duam Shqipërinë si gjithë Europa, ku mbon në veshët e gjithë secilit gjatë ditës së sotme, dhe ende shqiptarët e duan Shqipërinë si gjithë Europa, me shpresën se një ditë kjo Europë do të na çojë edhe më përpara. Nga Bulevard Europa këtu në Pogradec, faleminderit që na ndoqët edhe në këtë emision.